Në një frymë dhe atmosferë fitoreje në qendër të qytetit të Koplikut është bërë prezantimi i kandidatëve të kësaj zone për deputet në qarkun e Shkodrës. I pranishëm në këtë takim ka qenë drejtuesi politik i qarkut të Shkodrës Benet Beci, i cili në fjalën e tij u ndal tek rëndësia e votës me 11 maj, angazhimi i qeverisë shqiptare dhe vëmendja ndaj Shkodrës nga kryeministri Edi Rama. Ne kemi bërë të mundur të bëjmë një ndryshim të madh thelbësor në veri. Dhe unë shikoj zhvillimin e malësisë madhe, jo vetëm si malësi e madhe, jo vetëm si qark i Shkodrës, por si një zhvillim i gjithë veriut, që sot më shumë se kur është në prioritetin e qeverisë dhe kryeministrit Rama për ta zhvilluar këtë zonë si një nga zonat që meriton një zhvillim ekonomik. Që malësia e madhe, Shkodra si gjithë qark, tjetë porta hyrëse e Shqipërisë në Europë. Nuk ka gjë më të madhe dhe më të rëndësishme për një zonë si zona juaj, e mrekullueshme, e bukur, e cila tjetë përfaqësuese dhe hyrja e Shqipërisë në Europë. Ne sot po provojmë që Shqipëria në Europë është Shqipëria që hyn dhe fillon për mua nga malësia e madhe, nga Shkodra dhe vërtet. Kreu i Bashkisë Malësie e Madhe Tonin Marinaj dhe të gjithë kandidatët kanë ftuar banorët e kësaj zone për një mbështetje maksimale. Për malësinë e madhe dhe gjithë qarkun e Shkodrës është shumë e rëndësishme vazhdimi dhe vijimi i punëve të mira, dhe kjo arrihet vetëm me votën për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Gjatë 4 vitet të ardhshme do japin zgjidhje problematikës së pronësisë. Tani jemi shumë afër kësaj zgjidhje dhe 4 vitet e ardhshme do jetë përfundimi i këtij procesi. Do jem promotor i paketës së maleve, pasi është shumë e rëndësishme në qarkun tonë. Pasi vërtet kemi zona malore me një bukuri të jashtëzakonshme. Malësorët nuk kanë nevojë për fjalë. Malësorët janë besës, kanë nevojë për vepra dhe për punë. Dhe unë i premtoj që jam ai që do të bëj vepra dhe punë. Unë jam këtu sot për të kërkuar votën e gjithë cilit nga ju, sepse dua që t'ju shërbej, dua që për 4 vite të jem pranë jush, dua që të ulem dhe qaj hallet me ju, dua që të zgjidh hallet tuaja, dua të jem në shërbim të popullit tim. Do bashkohemi të gjithë votojnë Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Dhe zgjidhni në gjithë kandidatëve, unë do jem një zaj fuqishëm për gjithë ju. Do jem pranë jush si me qenë vllai juaj. Ne jemi bindur që Shkodra, kësaj radhë, Vaudejsi, Puka, Fusharzi dhe kryefjala Malësia e Madhe do japin një mbështetje të fuqishme kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama dhe drejtuesit të qarkut zotit Benet Beci. Malësia e Madhe konsiderohet si një nga zonat e sigurta të fitores së Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës, ndërkohë që edhe vetë strategjia me 4 kandidatë në këtë zonë rrit optimizmin për një fitore të kësaj force politike në zgjedhjet e 11 majit në Malësinë e Madhe dhe në të gjithë qarkun e Shkodrës.